Që qëllimi I partive opozitare nuk është zgjidhja, është vazhdimi I blokadës që ata vete kanë krijuar qysh në fillim të konstituimit, qysh në fillim të sagës së këtyre seancave të vazhdueshme, fillimisht duke refuzuar të votojnë në komisionin për verifikimin e mandateve, ndërkohë më pastaj duke refuzuar të marrin pjesë edhe në procedurat e tjera të votimit, qoftë ai I hapur dhe tash ky I fundit, pra duke bllokuar madje edhe krijimin e komisionit për të mundsuar këtë votim. Është ndrimi joni që nuk do të votojmë asnjë emër tjetër për nënkryetar të kuvendit nga radhët e PDK-s për pas Najt Asanit dhe Sala Jasharit, ndërkohë që edhe ne kemi vendosur reciprocitet ndaj LDK-s dhe nuk e pranojmë asnjë propozim prej anës së tyre. Pra nëse po duam të hyjmë në këtë ciklin e dëshirave dhe ta zhndrojmë kuvendin në vend dëshirash dhe jo vend numrash siç do duhet të ishte, e këto parti nuk po e pranojnë të tillë, atëherë le të vendosim këto lloj kritere.